Ajo që e trëm më shumë Edi Ramën sot është qëndresa dhe një vatër që mund të kthehet të flak të madhe përballë zyrës së tij. Sot, prokuroria e posaçme ka kërkuar heqjen e mandatit, praktikisht heqjen e imunitetit të zonjës Bauku. Pra sot prokuroria e posaçme i ka dëshmuar gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë që betejë me të është serioze dhe nuk ka fuqi ta ndal as Edi Rama, as gjithë shpura që e rrethon. Sepse kjo nuk është betejë për një individ. Kjo është betejë për vetë shtetin. Kjo është betejë për vetë shoqërinë. Ndaj sot qytetarët duhet jenë në këtë betejë. Duhet jenë në këtë betejë për t'i dalë krah të drejtës, për t'i dalë krah të ardhmes së tyre, për t'i dalë krah asaj që mund të ndalojë shbërjen e kësaj popullsie dhe kësaj republike. Kjo është emigracioni i pandalshëm. Nëse qytetarët presin që gjithçka ta bëj prokuroria dhe gjykata, kjo nuk ndodh. Sot ai në deklaratën e tij kërcënoi sërish drejtësinë, duke i bërë me dije që tashmë ne do të flasim, sepse ne tha përfaqësojmë 83 mandate. Pra ai përmes mandateve kërkon të kërcënoi bërjen e drejtësisë dhe qytetarët duhet të ngrihen në lartësinë e detyrës dhe t'i dalin krah asaj që është e drejta, bërja e shtetit ligjor. Ky takim, ky forum i përditshëm poshtë zyrës së tij, që ai e ndjek nga minuti në minutë përmes asaj kamerës atje, përshëndetemi atje. Duhet jeni në këtë betejë. Duhet jeni në këtë betejë për t'i dalë krah të drejtës, për t'i dalë krah të ardhmes bërjen e drejtësisë. Një dy. Atje dhe kamera është. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Jo, në fakt duhet të këmqoni pak në këm t'ja bëjmë damam këtë. Dor hiqu. 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 Miq. Nisi në Bullgari, ku qeveria dhe dorëheqjen. Vazhdojnë në Rumani me protesta të mëdha. Sot në Serbi janë shpahur zgjedhjet e parakohshme, sepse kudo popujt po kërkojnë ndryshim në Ballkan. Është koha shqiptarëve të kërkojnë ndryshimin. Kjo është betejë mes dy palëve. Betejë mes atyre që kanë kapur shtetin dhe betejë mes qytetarëve që kërkojnë çlirimin. Betejë mes atyre që vjedhin nga mëngjesi deri në darkë dhe betejë mes një populli të vjedhur. Kjo është betejë që të pastrohet policia e shtetit nga zyrtar të lartë që marrin pengje lart e poshtë në funksion të hajdutërisë. Kjo është betejë që fermerët e këtij vendi të çohen për të kërkuar të drejtën e tyre, që askush më të mos tallet me djersën që u merr lumi sa herë ka përmytje. Kjo është betejë. Kjo është betejë për blegtorët që sa herë malet digjen e bakteria e tyre shkon e bëhet shkrume i, të marrin atë që u takon dëm shpërblimin e djersës së tyre. Kjo është betejë për ata punonjës të administratës që sot janë ende njerëz të ndershëm, për ata funksionarë të policisë që shohin se si brenda strukturave të shtetit një pakicë bëjnë para, ndërkohë shumica ha bëltën. Kjo është betejë e njerëzve të guximshëm që kanë dalë në shesh dhe flën poshtë zyrës së tij, jo se nuk kanë ku flën. Jo se kanë halle personale më shumë se të tjerët, por se kuptojnë momentin dhe rëndësinë e asaj që po ndodh
dhe nevojën që ka vendi në këtë moment për të përballur me të keqen. Miq, vëllezër, nëse ai e kalon këtë moment, nëse ai e te kalon këtë ajtutri të madhe që po shpërfaqet në publik, nëse ai e heq këtë siklet që ka, ajo që sot u duket dorëzim shoqëror, apati e madhe, nesër do t'jetë shumë fish, sepse nuk do të besojmë askush që ka fuqi përballë dikujt që theu dhe vetë drejtësinë e re. Ndaj bëuni bashkë, përballuni, ndaleni. Ditën e shtunë, në orën 12, është një ditë e rëndësishme. Ditën e shtunë, se cili që na dëgjon live dhe se cili që është në këtë shesh, duhet punoj që sot për të njoftuar e për të marrë me vete sa më shumë njerëz. Qyteti duhet filloj të derdhet në rrugë. Aty duhet filloj përballja e madhe për t'i dhënë të shtymën e fundit regjimit kleptokratik të ajdutërisë së Edi Ramës. I bëj thirrje çdo studenti që jeton në kushte të vështira, çdo studenti që kur shkon në shkollë, në universitet, ende i kërkojnë para, çdo studenti që përballet me një jetë jashtëzakonisht të vështirë, të dalë, të kërkojë të drejtën e tij, të mos nështrohet, të mos ankohet, por të përballet për të drejtat e veta. I bëj thirrje atyre që më shkruajnë gjatë ditës dhe që më thonë mos u tërhiq, që më thonë bravo. Nëse vetëm ju do të vini ditën e shtunë, këtu do të jenë mira. Dilni nga shtëpia. Bravo! Ne nuk kemi dalë për të na thënë njerëzit bravo. Unë personalisht nuk kam dalë që të më thonë bravo. Kam dalë që të ndez reagimin. Kam dalë që ti që më dëgjon, të ngrihesh, të lësh divanin, të dalësh, të kërkosh të drejtat e tua, ta ndryshojmë Republikën. Bravo! Kështu që për ta mbyllur ditën e shtunë, nga diaspora, nga qytetet e tjera, nga Tirana, i madh e i vogël, të dalë në shesh për të kërkuar dhënien fund të sistemit dhe pushtetit të hajdutërisë. Është koha për të ndalur hajdutërinë e Edi Ramës dhe të vetë.